Dhe në këtë pjesë të fundit do të flasim për një nga temat më aktuale në botën moderne, inteligjencën artificiale dhe përdorimin e saj në shoqërinë tonë. Sipas të dhënave të fundit, vetëm rreth 22% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut kanë përdorur mjete të inteligjencës artificiale këtë vit, ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian kjo shifër është dukshëm më e lartë. Pse jemi prapa? Cili është roli i arsimit? A jemi të përgatitur si shoqëri dhe industri për të ecur me hapin e kohës? Për të analizuar këto tema për ndikimin në arsim, tregun e punës, IT-n, industrinë dhe për të kuptuar sfidat dhe mundësinë që na presin, në studio kemi ekspertin e teknologjisë informacionit, doktor shkencë në informatik, Fisnik Doko. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe faleminderit që jepni hapësirë këtyre temave mjaft të rëndësishme, sidomos në kohën e tashme. Shumë të rëndësishme, madje, bile edhe më shumë duhet të japet rëndësi, po ku t'ju gjejmë juve në çdo kohë? Po, ne jemi të pakët ndoshta që jemi më shumë të futur në industri, po duhet të vetëdijsohemi, zgjohemi që ta bëjmë edhe jetën më të lehtë, po edhe më lehtë të integrohemi, themi, jashtë kufive, duke përdorur mjete asistente që na bëjnë jetën më të lehtë dhe kemi kohë të fokusohemi në punë tjera. Dhe ti tregojmë pastaj publiku që e lehtë është, nuk është kaq shumë e ngatruar dhe inteligjenca artificiale. Po, këtu dua të ndalem pak se fjala inteligjenca artificiale daton prej viteve 1950-1960. Domethënë inteligjenca artificiale është e vjetër rreth 70 vite. E tash pse këto 3 vitet e fundit është kaq aktuale? Pasi ka evoluar mjaft dhe në momentin jemi në të ashtu quajturën inteligjencë artificiale gjeneruese. Domethënë gjeneron vetë informata dhe sikush nga ne me gjuhën e të folurit ose me shkrim mund ta kontaktojmë, gjë që para 3-4 viteve nuk ka qenë e mundur dhe që ta përdorshim AI-n para 4 viteve ta zëm, duhet të jesh një IT i edukuar në fakultet me diturit përkatëse që të mund ta shfrytëzosh. Kurse tash ka ndryshuar gjithçka komplet dhe një fakt mjaft i rëndësishëm që ChatGPT-ja si aplikacion është aplikacioni i parë në botë që i ka bë 100 milion përdorues për më pak se 2 muaj. Domethënë Facebooku, Instagrami janë dashur muaj, vite ose TikToku, ChatGPT-ja domethënë më e famshme për momentin në botë. Do flasim edhe për parësit, më falë edhe për rreziqet e saj, por fillimisht dua të më komentoni faktin që vetëm 22% e qytetarëve të Maqedonisë po e shfrytëzojnë inteligjencën artificiale në krahasim me vendet e Bashkimit Evropian. Ku qëndron, pse kaq shumë dallim dhe ku qëndron ky problem? Po, sipas Eurostatit, sipas statistikave të fundit për vitin 2025, ne qëndrojmë, mund të themi, te pjesa e fundit e listës, te fundi 5-6 vendet. Te pjesa e parë është Norvegjia, rreth 56%, Danimarka, Zvicra, shtetet skandinave, ne jemi nga fundi. Për Shqipërinë, Kosovën, Malinezinë nuk ka dhëna për momentin, kurse Serbia, Bullgaria janë aty afër me ne. E tash pse gjithë kjo? E para mungon edukimi për shkenca digjitale. Ose ne gjithë kemi shembull popullata jonë shumicë ka mjete, telefona, rrjete sociale, mirë po mungon ajo edukat. Mungon frika mos keq përdoren dhënat. Gjithashtu këto mjetet të AI-t, populli joni mendon sikur janë vetëm për IT-n, nuk i sheh si mjetet punës përditshme. Domethënë duhet pak kohë, sidomos vetdia të ngrihet në nivel më të lartë. Po. Çfarë na tregon kjo shifër për nivelin ton si shoqëri? Sikur nuk e përdorim sa duhet ose sikur nuk kemi informacion? Po, a duhet të kemi? Kjo shifër na tregon që jemi në fazat e hershme të informimit? Fazat e hershme të përdorimit të këtyre mjeteve. Ka mjaft hapësirë që kjo çështje mund të rregullohet më shpejt, më lehtësisht, po domethënë jemi në fazat hershme, duhet vetdia më e madhe, duhet hapat më të mëdha, themi, edhe nga shteti. Për momentin këto muajt e fundit është formuar edhe strategjia e etikut nga Ministria Digjitale për 5 vitet e ardhshme, ku quhet Smart MK 2030. Ka 4 shtylla ku përsëri për AI-n ndoshta gjysmë shtylla ose më pak është dedikuar, po diçka tjetër që shpresoj do e ndryshoj këtë fakt është që fakulteti Fingi ka fituar një projekt mjaft të madh evropian në bashkëpunim me Ministrinë Digjitale, na mos gabohem, ku pjesa
1/3 nga pjesa e madhe e projektit që kushton miliona është për themi vetëdijsimin, edukimin e popullatës. Dhe besoj ajo mjaft do duhet zgjoj vetdije me shembuj, do duhet të edukoj filluar masimdhënësit, administratën. Besoj ajo të ndikojë në 2-3 vitet e ardhshme. Mendon që janë të nevojshme këto projekte pastaj të këtij lloji edhe nëpër shkollat, sepse nga fëmijëria duhet të dihen tani më këto. Nëse masimdhënësit vetë nuk e kanë mjetin me vete, nuk mund të presim diçka përçojt nga nxënësit në atë rast do e keq përdorin, themi, do i keq përdorin fshehtas këto mjete. Gjithashtu nuk është e nevojshme në këtë rast vetëm themi edukim teorik e masimdhënësve se çka është kjo se si duket, po punë praktike, shembull ato të provojnë të gjenerojnë planet ditore, planet javore, të provojnë të gjenerojnë detyra, provojnë të kontrollojnë teste me inteligjencë artificiale. Domethënë edhe jeta do të ndryshojë se shumë më lehtë do jetë më efikase, po edhe fëmijët që në moshat më të hera më të hershme do përgatiten në mënyrë të drejtë të jenë më efikas, themi më ditur, do mund të jenë më të pavarur, pasi me këto mjete edhe mund të mësojnë, vetëm duhet vendosja e rregullave se cilët mjetet përdoren, cilët janë sigurta, si të përdoren, si të jemi transparent, po e kam përdor këtë mjet, më ka asistuar për këto çështje dhe në atë mënyrë mendoj që do jetë një progres mjaft i madh. Kush po e përdor në këtë rast më shumë inteligjencën artificiale në Maqedoni? Janë të rinjët, janë ekspertët e IT-s, profesionistët e fushës, apo edhe personat që mund ta përdorin për çështje private? Po, në rastin e Eurostatit qëndron që rreth 16%, 22% e përdorin përgjithësi, 16% e përdorin për çështje private, gjysma atyre e përdorin për IT dhe rreth 4% e përdorin për edukim. Domethënë e përdorin njerëz për pyetje të themi të thjeshta ose diçka personale, më pas është për punë, ku zakonisht është IT sektori, pasi në IT sektorin diçka që është dashur ta programojmë 1 ose 2 ditë. Tash këto mjete vetëm me disa komanda tekste, vetëm me tekst mund ta bëjnë, mund të themi për 2-5 minuta. Domethënë është një ndryshim i hatashëm se sa është lehtësuar puna e programimit, puna e dokumentimit, kodit, puna e gjenerimit testeve. Po për juve, sidomos që jeni ekspert IT-s, e shihni si më të lehtë tani këtë zhvillim ose? Po këto mjete duhet t'i trajtojmë si asistent. Domethënë si mjete shtesë, si asistent, ose mund ta imagjinojmë me vete kemi një student ekselent, një punëtor ekselent, të cilin e komandojmë, e konsultojmë dhe jemi më efikas. Shembull ka mjaft punë që janë manuele, që janë le ta marrim një shembull më të thjeshtë, krahasojmë në 2 dokumente ose të krahasojmë 2 Excela, 2 tabela, nëse e bëjmë me sy, edhe nuk kemi shumë sigurt, po edhe duhet shumë më shumë kohë. Nëse këto punë që janë manuale, thjeshta ja japim asistentit, ta lehtësohet puna për shpejt kohë, fitohet koha. Dhe në këtë rast fitohet më shumë informimi edhe tek të rinjët, pastaj edhe tek nxënësit, studentët, që vërtet duhet të ketë më shumë edukim nëpër shkolla, nëpër universitetet, që sa më herët edhe ne gradualisht t'i arrijmë ato vendet e zhvilluara që e përdorin vetëse. Po, e mira është se lehtësisht edhe ne zakonisht studentëve, edhe unë duke filluar, ju japim shtypje që përdorni këto asistent edhe për të mësuar. Shembull, kemi pas temë, sot nuk e keni pas qartë, e pyetni, detyrën ja jepni, ju asqaron, dhe kështu edhe mësoni, domethënë mundet shumë të mësojmë nga këto toolsa që janë vërtet ekselent, të shkëlqyeshëm, mund ndihmojnë mjaft nëse i përdorim në mënyrën e duhur. Le të ndalemi pak edhe te arsimi fisnik. A kemi programe reale digjitale në shkolla apo vetëm në letër ende? Për fat të keq nuk ka ndonjë standardizim, themi, në nivel shtetëror. Programet më me ngadalësi ndryshohen, pasi që të ndryshohen lëndët, nëse marrim shembull fakultet, duhet riakreditimi, aty drejtimi zgjat disa muaj, mos themi më shumë. Është proces që zgjat, përveç asaj duhet edhe vetë stafi të ketë, themi, vetë dëshirë, vetë iniciativë për këto çështje që të mundet të përcjellë këto benefite, themi, të studentët. Po sidoqoftë, besoj ne të IT-s, fakulteteve të informatikës në Maqedoni, jemi mjaft vetëdijsuar në këto çështje dhe mundohemi ta përhapim këtë temë, të përhapim mënyrat e drejta të përdorimit të rregullta të këtyre toolsave që të jetë më e lehtë edhe për studentët tonë, po ato studentë mundohemi që edhe ato të përcjellin në rrethin
që ekzistojnë mjete që e lehtësojnë jetën vetëm me të folë ose me të shkruajt, dhe është e patjetërsueshme mënyra e ndryshimit të edukimit në gjithë botën, po edhe te ne, se ta shembull një nxënës 7 vjeçar e fotografon testin ose detyrën e shtëpisë, e ka gati, e përshkruan dhe nuk mund të bazohemi në mënyra tradicionale të vjetra se si t'i vlerësojmë detyrat ose nxënësit. Më shumë do duhet tash të kemi atë kontrollin në klasë, kur i kemi ball për ball, të kuptojmë nëse vërtet ka kuptuar, edhe nëse është ndihmuar nga mjeti, okay, po nëse vërtet ka kuptuar. Le të jetë ndihmuar, po ta ketë kuptuar dhe ta ketë mësuar. Dhe jo pastaj të ndihmojë në çdo rast. Se nëse marrim blanko e ka dërguar për një shtëpi, e shohim, e notojmë, nuk kemi fituar gjë. Dhe kaq, po. Sa është i përgatitur edhe sistemi arsimor për këtë realitet të ri teknologjik në vendin tonë? Flasim për gjitha shkollat e Maqedonisë së Veriut. E përmendëm edhe parë më pak nevojitet themi trajnimi më si mëdhënësve. Po, përveç trajnimit edhe mjetët. Trajnim, implementim, nevojitet në nivel shtetëror, po edhe kompanitë vetanake, të definohet cilat mjete mund të përdoren, në çfarë niveli mund të përdoren, cilat mjete lejohen për gjatë përdorimit edhe në testime, në provime, dhe i gjithë ky formalizim mungon për momentin që ka lënë një hapësirë të paregulluar të përdorimit, implementimit, kontrollit, dhe është më shumë tash menaxhim vetanak, qoftë edhe provim kur bëjmë, tash sikush e ka themi detyrë më vetanake të kujdeset nëse kanë përdorur një tool, të verifikohet pas çdo provimi, zakonisht ndodh edhe gojarisht shohim nëse e kanë kuptuar ose janë munduar ta kopjojnë nga diku. Do është proces pak që zgjat, shpresoj do jetë interesimi më i madh që gjithë të shfrytëzojmë këto benefite. Përderisa edhe duhet të jetë më i zhvilluar mësimi digjital në Maqedoninë e Veriut, sigurisht edhe kushtet duhet të jenë më të nevojshme, apo jo, në për gjitha shkollat. Përveç se në shkollat e qyteteve, sigurisht edhe shkollat rurale duhet të kenë konsiderat për të pas një arsim dhe një mësim sa më efikas, pastaj për gjithë nxënësit. Po, tash strategjia e TIK-ut për 5 vitet e ardhshme, si shtylla e parë kryesore është infrastruktura. Po pra. Infrastruktura në çdo vend, gjithashtu me infrastrukturën shkon bashkë edhe pjesa e pajisjeve, që edhe tash ka besoj për studentët mundësi shtesë nga shteti për pajisje, dhe përveç asaj edhe edukimi shtesë që të mund të përdoren. Besoj dhe në 2-3 vitet e ardhshme do kemi ndryshim më të madh të themi edhe të këtyre rezultateve. Rezultatet nuk janë themi aq tragjike, pasi lehtësisht mund të përmirësohen, pasi edukimi për këto mjete nuk është diçka shumë e gjatë ose shumë e madhe. Zakonisht ka të bëjë me të ashtu quajturën prompt engineering, ose se si ne ti përdorim toolsat, si të kemi kujdes mos japim dhëna sensitive personale, dhe si në mënyrë më të lehtë ta marrim përgjigje nga këto mjete. Dhe vërtet shpëtojmë mjaft kohë gjatë ditës, gjatë jetës, dhe kemi kohë të fokusohemi në punë tjera. Zakonisht, veç edhe këtë, zakonisht ekziston friga nga popullata se ma merr punën, më merr dhënat. Realisht mund ta krahasojmë vitet e 2000-ta, se kush nuk e ka përdor internetin dhe kush e ka përdor. Ato që nuk e kanë përdor e kanë pa më vonë që vërtet ndryshon komplet jetën me interneti. E tash vala e AI generative është edhe më e madhe se vala e internetit. Ndryshimi do jetë më i madh, jemi në fazat hershme dhe vërtet mund. Po rreziqe, sepse deri tani unë nuk pashe përmendë ndonjë rrezik. Po, ekzistojnë edhe rreziqet nëse nuk përdoret në mënyrën e duhur, themi në mënyrën e sigurt, nëse e teprojmë me çfarë dhëna i japim, se zakonisht këto mjetet dhënat tona i marrin, edukohen, themi, ose mund diku tjetër pa dashje t'ia tregojnë. Në rast se marrim si shembull ChatGPT-n, është një mjet që përdoret nga miliona uzera, dhe ai vetë thotë që dhënat që më jep, unë do t'i përdor. Mirë, po kemi mundësinë për kompanitë, që ndodh edhe tash, kompanitë krijojnë të ashtu quajtur ChatGPT të vetin, ku dhënat i kanë të vetat, dhe dhënat e atyre që i përdorin aty nuk përdoren themi nga Microsoft, që se nga OpenAI, dhe është shumë më e sigurt. Që do të thotë në të ardhmen mund të kemi edhe disa ChatGPT dhe jo vetëm një, sikur e kemi aktualisht. Po, nëse bëjmë një krahasim thjesht para 3 viteve, kështu modelet mëdha të gjuhës, me këtë që funksionon ChatGPT, nëse ka pas 3 para 3 vitesh, sot kemi mbi 13.000 kështu modele. Kështu modele të mençura që na japin përgjigje.
Fusha është zgjeruar mjaft, veç mungon regulativa, procedurat që në mënyrë më të mirë të përdoret. Dhe mendoj që më i rrezikshëm është ai që nuk e përdor inteligjencën artificiale se sa ai që e përdor. Është më informuar në një farë forme. Varësisht për çka e përdor. Flasim për gjëra pozitive. Po. Fisnik, po sektori privat sa po e përdor inteligjencën artificiale? Sa i ndihmon sektorit privat si në biznes, administrat, mjeksi, ekonomi dhe kështu me radhë? Sektori privat, sidomos në informatikë, e përdor shumë. Gati çdo zhvillues, developer e përdor për programuar shumë më shpejt. Përveç asajt, te ne kompanitë zakonisht punojnë me tregun e huaj, ka kompani shtohen mjaft që punojnë për tregun e huaj për në Evropë, në Amerikë, duke krijuar të ashtu quajtur agent për bankat e huaja e kështu me radhë. Te kompanitë private ende mungon pjesa e regulativës, se cilet mjetet përdoren, si të përdoren, ende është ai boshllëk. Mirë po e mira është që njerëzit tonë marrin përvojën nga projekte reale jashtë dhe mund të kontribuojnë edhe për këtu. Përveç asaj marketingu e përdor mjaft, pasi mund të krijojnë banera, flyera ose edhe video reklama vetëm me disa themi pyetje prompta ose të paktën. Janë programe të posaçme ato apo jo? Po, janë të ndryshme themi që nga ChatGPT-ja mund të marrin ideja, po mundet edhe më themi reklam reale të bëj vetëm me këto toolsa, të cilat dita ditës evoluojnë shumë. Rëndësi të veçantë ka te mjekësia, po te mjekësia është industri themi lëmi mjaft senzitive ku privatësia ka shumë rëndësi. Aty ka mjaft rëndësi dhe projekti që e ka fituar tash Finke me Ministrinë e Informatikës, një nga shtyllat është që të kontribuojë edhe në mjeksi. Ti automatizoj çështjet dhe të jetë më lehtë edhe për ne si përdorues, po edhe ta përshpejtoj këtë. Dhe në këtë rast, ku mendoni që mund të humben më shumë vendet e punës? Po, vende punës... Për shembull, për video reklama, për kështu gjëra, montazherat mund të kenë një ulje të vendeve të punës? Për shembull, në institucione, përkthyesit pastaj edhe përkthyesit luajnë një rol, sepse me ChatGPT mund edhe të përkthesh. Po, te pjesa e tekstit, mendoj që këto janë mjaft më superior dhe përkthyesit po, i mbulojnë, mund të themi, pizavencojnë pjesë të madhe, po përsëri, ndoshta nëse kanë qenë 50 përkthyes, gjysma sigur do mbesin se të duhet verifikohet manualisht nga njeri nëse është gjithçka në rregull, se sidomos për gjuhët tona nuk është 100% perfekt. Për gjuhën angleze po, për gjuhët tona pak ka nevojë për kontrollim manual. Nuk e shoh si vërtet do punë, po do paksohen, po hapen punë të reja. E njëjta është si kur është zbuluar themi vetura. Janë dalë mjaft punë tjera që kanë pas, po është përshpejtuar, ose është u shpik interneti, puna e postës u ngadalësua, mirë po për postën shembull dolen punë tjera siç është puna kargo ose kështu me radhë. Domethënë shoh transformim më shumë dhe akomodim me këto mjete. Po për lojra, po shfrytëzohet inteligjenca artificiale, Fisnik? Për lojra, inteligjenca artificiale është shfrytëzuar me kohë, shembull luajtja e shah, kemi vitin 1997 ku kompjuteri e ka fituar shahistin më të mirë në atë kohë, domethënë para flasim një vitesh. Wow. E tash përdoret për gjeneruar, pasi quhet edhe gjeneruese, përmbajtje. Zakonisht domethënë primare është për tekst, për kod, për foto, për video dhe ajo çfarë ndodh për momentin, vitin e fundit, është bazuar në sisteme me agent. Domethënë agent mund ta llogarisim si një asistent. Tash jemi në kohën kur kemi sistente multi-agent. Domethënë ne duam të thirrim dikë themi mjeshtër për të rregulluar diçka në shtëpi. I themi agentit e kam këtë mjet, kam këtë problem. Agenti e merr atë, provon kontakton kompaninë oficiale nëse ka garancion. I jep agentit tjetër, kontakton me email tjetrin. Domethënë gjithçka të bëhet në mënyrë automatike dhe ajo çka parashikon tash Microsofti dhe çka jep mjaft shtytje është që si mjaft afër i sheh kompanitë ku më shumë do kenë të punësuar agent se sa njerëz. Domethënë gjithçka do jetë automatizuar, këto agent do bashkëpunojnë me njerëzit dhe shumë më shpejt, shumë më efikase do jetë udhëheqësia e kompanive. Pasi çështjet manuale i zaventojmë themi me mjete me asistent, ne kemi kohë të shfrytëzojmë kohën në mënyrë më të mirë. Për sa kohë e keni të parashikuar që mund të ndodhë ky ndryshim pastaj? Veç më ka nisë Microsofti, domethënë vitet e flasim për vendin tonë, nuk flasim për shtetin e zhvilluar. Flasim tregën global, te ne digitalizimi shkon më vështirë,
dhe do ketë themi pak vonesë ngrasime. Në këtë dekadë besoj që po, nëse jo më shumë. Besoj që po, se shumë shpejt shkon implementimi që vjen nga inteligjenca artificiale gjeneruese. Po, a jemi të mbrojtur pastaj edhe nga aspekti ligjor dhe etik, Fisnik, sepse dhe kjo është shumë e rëndësishme? Po, është shumë e rëndësishme, sidomos në shtetet evropiane, Gjermania, Zvicra, po normalisht edhe te ne ekziston ligji për të mbrojtjen e dhënave personale, si ligj ekziston mjaft themi i fortë, i strukturuar, në letër është shumë mirë, po implementimi në realitet themi dallon nga ajo që është në letër. Kemi ligje të forta, të shtrënguara po pastaj në implementim shumë më vështirë kontrollohen. E tash rreziku i madh i joni është që duhet mbrohemi të paktën dhëna personale asesi, duke filluar nga numra AM, duke filluar nga themi dhëna bankare ose të kartës, transakcione, asesi nuk duhet japim. Diskutojmë me një njeri, me një asistent, që nuk duam të japim informat na detektohet kush jemi ne, po t'ja përshkruajmë problemin të themi punë më gjenerale. Që ai nesër mos mund një dhën tonën ta keq përdorë diku ose ndonjë keqbërës mund ta nxjerrë nga vetë sistemi. Dhe për fund dua të di se si mund përdoret inteligjenca artificiale në mënyrë të sigurt dhe të përgjithshme, na jep disa forma më të lehta. Po, rikthehem te pjesa që përmenda prompt engineering, ose këto sisteme, këto mjete punojnë me instrukcione, domethënë i japim instrukcion që i kërkoj këto dhëna, unë jam themi me këtë dije, jam në këtë nivel, përdor burime të verifikueshme, mi jep edhe linket prej ku i ke marrë dhënat, tham dhëna personale asesi, dhe në këtë mënyrë kur ne japim themi një tekst më të gjatë, ku ja sqarojmë shumë më mirë, ai do gjeneroj themi dhënë më të mirë. E përdorim në mënyrë më të sigurt dhe në mënyrë më direkte të arrim më lehtë te përgjigja. Pa dhënat personale për shembull me emrin, pastaj kur vazhdimisht ke komunikim, fillon të njoh apo jo? Po, vetëm emri, edhe mbi emrin nuk është një problem. Varësisht nga pyetja që ja parashtron, e din se Po, veç më pasi logohesh themi me akauntin tënd, ai më e mban mend historinë tënde. Po. Për fund, cili do të ishte mesazhi për gjithë ata të rinj dhe gjithë ata që nuk e kanë përdorur dhe nuk e kanë parë ndonjëherë inteligjencën artificiale, programe të tilla gjeneruese, po. I frymëzoj gjithë ta provojnë, duke nisur të themi të shohin receta të ndryshme për në shtëpi, duke pas një tekst madh ti kërkojnë. Sa ide e mirë kjo për recetat. Po. Duke pas një tekst madh ti kërkojnë një sumarizim të tekstit, një përmbledhje, menjëherë duke kërkuar ide të ndryshme për diçka, qoftë edhe për veshje, dhe te programerat veç më besoj janë të vetëdijshëm, e kanë si pair programming, si bashkëudhëtar në programim që ju ndihmon, i mëson dhe nuk janë veç të varur themi nga studimet, po edhe në mënyrë vetanake mund të përparojnë mjaft. Dhe ti përdorim në mënyrë më shumë edukative, mos mundohemi të bëhemi përtaca ose ato aftësi që kemi themi ti shuajmë, po ta zgjojmë kreativitetin dhe ta lehtësojmë jetën me diçka që ka qenë mjaft manuale, statike, ja japim asistentit, ai na jep dhe ne kemi kohë për punë më kreative dhe më të vlefshme në jetë. Shumë më të lehtë për çdo çështje të problemit. Fisnik, unë falenderoj jashtëzakonisht shumë që ndave këtë mëngjes së bashku me ne. Ishte shumë kënaqësi që të kemi, të marrim këto këshilla që din çdo herë na japësh në mënyrën më të mirë, më drejt për drejt dhe më të lehtë për t'i kuptuar pastaj edhe ata që nuk e kanë përdorur ndonjëherë inteligjencën artificiale. Të uroj shumë suksese akademike, edhe pse më lart nuk e dija ka sa doktor shkencë informatikës. Shpresoj që në të ardhmen mund të sqarojmë edhe tema të tjera që janë të ndërlidhura çdo herë me profilin tënd, profesionin tënd, por me risitë e tjera në Maqedoninë e Veriut dhe jo vetëm me këtë 22% që të ngelim. Po, faleminderit shumë për ftesën, jemi çdo herë të hapur të kontribuojmë për komunitetin. Edhe javën e kaluar kishim një event për AI në Universitetin Nën Tereza, ku thirrëm mysafirë ndryshëm, vetëm që t'i afrojmë industrinë me fakultetin, me studimet, t'i motivojmë studentët, që t'japim një kontribut sa do të qoftë personal edhe te gjeneratat e reja. Ishim edhe aty ne.
Natë e vend. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi. Të dashur miq, ne këtu arritëm që ta përmbyllim emisionin edhe për ditën e sotme, duke shpresuar që ja keni kaluar mirë në 4 minutar që kishim të përgatitur enkas për sot. Ne do shihemi prapë nesër në të njëjtin termin, por me kolegën time Rehane Metaj. Ditë mbar dhe pas ditë të këndshme me programin e TVM2.